Policia e shtetit ka kaluar dhe po kalon nëpër procese reformimi me qëllim rritjen e profesionalizmit, transparencës dhe besimit publik. Janë bërë përpjekje për modernizimin e infrastrukturës, rritjen e kapaciteteve nëpërmjet trajnimeve si dhe përdorimin e teknologjisë moderne për hetim dhe kontrollin e territorit. Policia e shtetit është një institucion kyç për funksionimin e shtetit dhe mbrojtjen e qytetarëve. Reforma e mëtejshme profesionalizmi dhe bashkëpunimi me komunitetin janë thelbësore për përmirësimin e vazhdueshëm të këtij institucioni. Shqipëria në luftën ndaj krimit organizuar ka ndryshuar mendësinë. Edhe të ndryshosh mendësinë është gjëja më pozitive. Është thelbi i asaj çka duhet të bëjmë ne me njëri tjetrin. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me partnerët tanë, si në nivel lokal, me drejtë vendorit policisë, me departamentet, me organizatat ndërkombëtare dhe me agjencitë e UE të cilët operojnë në Republikën e Shqipërisë. Këtu mund të përmendim IOM, UNHCR, projektet e BE-s që janë EU4FAST, EU4LEA dhe partnerët ndryshëm të cilët kanë detyrimin në fushën e migracionit.